Ka rezultuar zhgënjyese mbrëmja së premtes për kombëtaren Kuqezi pasi skuadra e detyruar nga trajneri italian Giovanni De Biasi është mundur minimalisht 0-1 në Ljubljan përballë Slovenisë vendase në takimin e sjellë për sportdashësit drejt për drejt dhe ekskluzivisht nga rrjeti radio televizionit shqiptar. Pjesa e parë ndeshjes ka qenë kryesisht e baraspeshuar me të dyja skuadrat duke studiuar njëra tjetrën dhe me një lojë të ngjeshur në mesfush, ku futbollistët përkatës janë më të përqendruar në neutralizimin e lojës së kundërshtarit sesa në organizimin e aksioneve sulmuese. Dhe siç ndodh në kësi rastesh, ka qenë një moment i talentit individual ai që do të ndryshojë rrjetin e lojës, dhe është sulmuesi vendas Kevin Campbell ai që do të ekzekutojë mjeshtërisht një goditje në lëvizje e sipër duke mposhtur portierin Kuqezi Trit Berisha dhe duke përshëndetur rrjetin në minutën e 19. Goli e ka goditur kombëtaren tonë, e cila vetëm në minutën e 43 do të rrezikojë portën kundërshtare. Kështu 45 minutat e para do të mbyllen me përsi një golshe të vendasve, ndërsa ato të dyta do të fillojnë me një ofensivë të dendur të kuqezive, të cilët krijojnë të humbasin një numër rastesh për shënim në portën slovene, por ca për merit të pasaktësisë në finalizim, e sidomos për merit të gardianit të kartëkëndshit të përfaqësueses vendase Handanović nuk do të arrijnë të gjejnë rrugën e rrjetës. Slovenia gradualisht do të zhvendosë lojën në monotoni duke u mjaftuar me administrimin e rezultatit, përballë një kombëtare e Kuqezi gjithnjëherë më të zbehtë fizikisht dhe më të paqartë në lojën e saj në kërkim të golit. Por fundimisht mbyllet me rezultatin 1-0 në favor të Slovenisë kjo përballje me Shqipërinë dhe Kuqezin tashmë ndajnë vendin e tretë dhe të katërt në renditje me Islandën, me të cilën do të ndeshen në 10 shtator. Të bandet pak në vendin e dytë është postuar në vendin e tretë.